se erdhët në këtë puntat të çmendur të Aldi dhe Ema, apo jo? Po, ishte goxha çmendur. Sot kena vendosur të bëjmë kamërshet një ndër këngëtarëve më të momentit, e cila vetëm nxjerr hite, e cila është Semi Jaupaj. Përveç se një këngëtare shumë e talentuar, ajo ishte një super vajzë dhe super tip. Po, ishte shumë vajzë e mirë. Si fillim do t'ju thojmë që kjo kamerë është bën bashkëpunim me menaxherin e saj, Eli Gjini, i na ka treguar gjitha informacionet e mushme të një ditë parë se çka ka bën Semi në rutinën e saj, ku ka ikë, çka ka bën. Të gjitha. Aldi në fakt do luante rolin e një fansit të çmendur, pra që Aldi të luante rolin e tillë të ishte shumë e besueshme te Semi, ne duhet të kishim çdo informacion të mundshëm për të. Dhe si arritëm ne të shkonim tek Semi? Ne si fillim do të shkonim si shoferi, cili do të qonim Semin nga make-upi tek shërgjirimi. Dhe aty do të ndodhte gjithë skena. Por Semi normalisht do ta besonte të gjithë sepse menaxheri vet do t'i dërgonte shofer të besueshëm. Dhe normalisht që Semi do ta besonte. Shoferi ishte ky personi këtu. Unë kam shumë për të folur për këtë kamerë fshet, por pas kamerës fshet do të kemi mundësinë që të flasim. Ta shikojmë? E shohim. Tashina këtu të prit Semi derisa të mbaroj make-upin se ka ditën e videoklipit sot. Ja kena diktu dhe venin ku do rrjet ty te Ema, kena vu këtu valigjin dhe me kësa është e zonë, kena lanë dhe qese këtu para, kena vu dhe GoPro-n këtu i shalla nuk e shef, se s'do ta moj menën të GoPro-ja, ja. Dhe kena lanë dhe këta gjana këtu me prish pak do presim 10 minuta sa të krypum Semi ashtë mërenat e make-upin. Okej, priti hu se Ik, paqa. Sot do të më të priti orë, djetë do të priti 4 orë. Te Green City, e ishe te Green City atje, pret robi orë 2, po tash s'pret 3. Por e mos ngatron. Si rrët ngatron ti? Po si ngatro, është i pëtje si po ka vonë tas më e tagë. Por pse do të më priset ide? Me dal, në shëtit, më bëna e gjirë. Qau, taku më sot, tishën taku dje, takona sot. Qa problemi ka? Si? Po të ndjek. Nuk po më ndjek ti mu? Nuk po të ndjek shumë me logjik me trup. Po më ke prit dje, për qarë? Gjia ke qete Green City, kam prit 3 orë. Prit aty me taku, zera. Shishi, Ja. ka vartë. Hikem palestër, do mu palestru i ditë para gjirimit. Nuk del format, nuk dalin për 2 orë palestër i ditë para se. Një feminë gjë bashk? Gjithmonë. Kam pas follow në Instagram e kësho, pas s'ma ke vara sa kohë, e desh më taku sot. Po, vre, t'kam taku në herë apo jo? Gjithmonë, Nuk e. Fotografia, për fotografinë time e ke pas? Po, po tjetër. A ke pas për unë? Shive ku e ke fotograf. Shive? Qa do ma për ti? Qa do ma? Këtu e mojë, të zemrën, jo po pse për 3 orë, normal se do të pres. Do m'ik palestre. Fotografia, fotografia. Ja një feli? Elin, Ti e ka quni që dyron, që bën? jam me dronin. Po. I ndra robi flok t'i herë, 2 po jo, 3, dje futu me flok shkurta, dil me flok gjata, nuk dim, rëzik me t'ngatru robi, më i sen. Me t'njeke me i herë flok portokalli, i herë bardh. Po prap në zemër t'kena, si do si t'i kesh, flok po ka hon ta s'ja jeme i herë. Mos sot nesër i dit. Mos sot i dit do i dit do t'na rastis fati më sem të dy bashkë të bo biseda për jetën. Ashtu. Po. Po emran, si e kam emra Brahun? Shumë mirë. Si të hyp makinë me emra Brahun e të më pas mu këtu? Një telefonat largë më sem ke. Një telefonat largë më ke. Po, më të rëmbë. Pse më motrem? Pse më motrem? Qa ke? Qa problemi ka? E pas ke dorën e djersitëm? E kam të lyre në krem. Thash mos u emocionove. Jo, nuk ka të në pëllajrë. Njëri pa emocionush. A mundesh me ma puth foton? Me ma puth foton ta ke? Vetëm preke ti. Prishëm bruskuqe. Po që ke qantën këtu, më tonë këtë qantë me vetën? No. Vetëm ma e preke ti, vetëm ta kesh prek ti që të baj beli ishëm se ke fe. Preke. Preke me Semi. Do është një 2 orë rrugë i kena bashkë. Minimalisht 2 orë. Imagjino maksimalisht.
Gjina maksimalisht. Pa thua kena ko me pino e gjë. Ha? Semi, shpirt, kena ko me pino e gjë? Nala dikon për Terezi, kun ka liqenit ne. Po tallesh ti më. O Semi, ju bote! O gusht njom! Oh, zot nuk munde. Semi, flase. Hik marrë. Kalo! Ore tu t'leh jam. Që emrin? Ka rëndësi emri, sa ka rëndësi numri i telefonit. 068 Ska rëndësi farë. 068 068 223. Ore nuk ka rëndësi në kujtë. Ka rëndësi. Ore, mere paketin telefon se po më thot që jam këtu akoma i pas ka shumë mesere dhe tu jam e vonesëm dhe të. Nuk ka ardhje me blokazh. Dhe t'i kënë, qa ka në këtu? Mere paketin telefon, të lutem. Shpirtim të lutem, mund të rrezikojë jeta një të pafajshmi. A pimi kafe, kena ko me pi Ore, kafe. qa thua? Kena ko me pi kafe, moj. Ecë më reptoa. Da, më pëlqej femra se më thojnë budalla. Mos e egzagerat, lutem. O emocionove, No, s'ka lidin me emocione, për jetu e të pru. Pse më shpirti, he? Jetu e të pru, mëra, ku t'njofën ty. Që ke këto? Sjellje. Qa sjellë është sjellë Don Juani, sjellë romantike. Ore, a jam aty ku duhet unë? Po? Nuk po tallëm. Ora, du të me një lokacionin e Elit. A mu ta marrësh paketin telefon? S'ka më ferë. Blerda ma, flas në Mu telefon. ta marrësh paketin telefon? Mora mund të flas në telefon tanë? Që të më shpirti jem? Haj background. Haj background, lutem. Cilin kra? Makinën. Gjemi ven ma të qe. Këtu, direkt. Ja. Këtu do hap gjak, do hap derë. Jo, nuk e hap. Mos. Hapun kra, hapun, myllët dhe ja. Hape. Hape kra, nalë këtu. S'ta thot kur Bim gjë. çantën. Nuk ta thot kur. Bim çantën. Ore futu se sa do të Bim çantën. Ore futu. Ore futu në makinë. Fitë fergose, një farë nuk e di kush je. Ore futu në makinë. Lutem. Ore futu në makinë. Pros polici. Jo. Ki këtu. Ore nuk Djalë. Nuk ka të thënë kush është djalë, lene telefonin po thënë. Lene telefonin po thënë. Ki, po të them. Jo. Ju do të më trasësh pak polici. Jo, mos e thirr asnjë policin. Ta kam shasht motra, boll. Boll, lutem mos. Nuk gjë pa. Ki, mos më Ore pre. më gjoj fije. Ki, këthesh dupu. Ore më gjë. Si ta vëta kërës. Jo, mos e thirr fare policin sa është motra. Si e se motra. Shqipa në makinë se mendova se është dikush që prija të merte. Fola mirë moj, bjerë telefonin këtu. Bjerë telefonin këtu. Mos e merr policin. Po them se s'jam ti çem ti bën, të hape telefonin shpejt. Mos krep më lutem, largo. Ora hajde te makina, Largo. të lutem. Largo. Po pse çansi për videoklipit duhesh me qenë më e mira? Kush është të shku? Mos i hap, ashteli, mos e hap. Më jam telefonin këtu budall. Jo, hajde te makina. Më jam telefonin. Të lutem, hajde te makina. Të lutem se të më vunë pozit, të lutem. Hajde të qa faj. Mos duk, mos më prej. Po qa ke më shpirtin? Mos pak i njëllë, më jam telefonin dhe shduku. Ta bëmi foto bash? A telefoni jap me shpirtin? Të lutem. Eli, jam unë. Se unalem të i fruta perime me bledh dhe gjana. Ashtë da emocionuj fijes ti që ka po qanë pak e kam haut. Qa keme, se më do mi falë? Që falin? Alo? Serioze situata? Po s'di qa po, nuk e di.
Nuk e di, pa i basi se nëse di, unë erdha për respektanin, Marel. Fali, a do mi fal. Aurel, Amo, kush është ky robi? të tërba. Kush është ky njeriu? Të ka njeri ju, ore, në s'kemi ma njeri ju në pare. Pa i di pra që s'kam hyp. Këtë jam duke thënë. Ku fakin hypa? Po jeme mu morën. Po të tërba. Nuk e njeh. Ma e mujtë telefon. Po e që të të elo. Alo, Po o se Edi. dëgjoj emrin tat nga unë. Alo. Kush vjetë tjerë, bos? Jam qafus. Qa ke? Hik moro njeri. Des telefon. Ej, Qa ke se u thithoj? Që të bom, ajo? zhduku. Ja. Kush është ky Aurel? Më dëgjon. Kush është ky njeriu? Njeri ju jo t'i zemrës, mërë, njeri ju jo t'i zemrës. Qa ke, më bjerë qafin, po hajde, hec për të më... Lej, po të them, zhduku. Qeti, do me t'i bon dhurati, ta merë. Zhduku. Merë më shpirti. Zhduku. Merë më blejë. S'merë kam Ka telefon. mundësi të zhdukesh. Qa ke, më shpirti, se më rritën me qa. Po hajde, ikim. No. Hajde, ikim. Hec ikim. Mos gjuj! Mos gjuj, jam të tanë, mos gjuj! Oh, mos! Het me... hajde, ikim. Hajde, shpejt e makina. Shpejt e makina, po të temë. Shpejt e makina, po të temë. Mo ta unë shëtë, shpejt e makina. Ik. Bjerë pak t'kelin telefon. Kam lërë makinën keqër shpirtin, t'lutem. T'lutem, hajde. Je zhduku. Hajde se do t'a bëjmë videoklipin yllë botës, so. Hajde me mos gjuj, sa është dhunë. Me lemrova policinë, hajde, hec. Hec jem të tanë mos... Hec po tëmë, Hajde. Të ikësh? Ule thikin. Të ikësh? Ule thikin. Të ikësh? Ule thikin. Të ikësh? 10 sekonda ko. Ule thikin. Ke 10 sekonda ko. Ule thikin, t'lutem. Zhduku. Ule thikin, po... Zhduku po të them. Ule thikin. Zhduku. Qa ke ndorë? Zhduku. Ule thikin. A Zhduku. kamerë fshetë, sevi. Ashtë kamerë fshetë, Semi. Edin edhe Eli, hapet. Qa ka Semi, ja? Qa ka Semi që po qanë? Jena për videoklip sot. Qa gruja Eli, jam Aldi. Semi ishte në një kamerë fshetë. Ashtë pak emocionume. Ja thash se mori fikën në dorë për zotën, mori fikën tash, po thash po na ngull. Ka mund që t'ja hapësh pak Eli telefonin? Do në informacione, se. Nuk të kam një kujë vërtesi. Semi... Deri të sa ta po se ke halë. Ti po tallesh. Po. Dhe në qenë këto tani. Gangstere, jo po... Ajde Semi. Kamerë fshet. Ka ma që ka thyjë thëjtë mërë putë. Masil ke lagja. Ta mbusin fyt të thojnë tjetër. Ta sjellun të lagje, ku va? Ua, do të vras Eli, do të vras. Qa ke, je mirë. Shmirë, duhet i orë me marrë vetën. Si jo ma e bro me makin tjetër, kështu, si ma e me makin tjetër. Nëse gol, si zi. Futën brona, them. Edhe ky dhe e dinte. Ky them, qam thellë, vrasë, të ashtë Droni. drone. Si më ky moment njeriu në dronit. O Aldi, po pas ke qenë një stalker i të mërshëm, Nuk kam qenë një stalker i të mëshëm, kam qenë një aktor i mirë në punën time, si që Arsemi një këngëtar i mirë në punën e vetë, edhe unë kam qenë një aktor në punën time. Tani ti e din dhe vetë që mas asaj kam, unë kam kalu një periudhë
pak të vështirë, qenë shumë. se ishte e ngarkuar, se shikosh se mia u bën tu qa aty dhe përgjithësia vesha vetet ishte ngarkesë. Përveç se kamera e fshet ishte pak shumë e tensionuar si gjë. Po, por unë ne ulem me menaxherin Eli Gjin dhe Semi Jaupajn, e diskutuam dhe me miratimin e Semit, me bashkëpunimin e Elit, do të hidhet kjo video dhe do të keni pas mundësinë që ta shikoni. Në fakt, Semi Jaupa ishte në dieni për një bashkëpunim që do kishte me Andalen, por duke qenë se ajo nuk është se shikonte shumë TikTok dhe nuk është se i kemi rastisur shumë si fytyra, dhe ajo vendosi që, domethënë, nuk e dinte fare se për çfarë i erdhi bombë e papritur. Në momentin që u ndodhi kjo gjëja, më pas duam të theksojmë dhe këtë gjën që çdo gjë që është bërë, çdo informacion që ne kemi marrë, ka qenë në bashkëpunim me menaxherin e vet. Pra ne nuk kemi bërë asgjë pa miratimin e menaxherit. Dhe mesazhi nga Ema Zharku është? Mesazhi për ju sot, me që jam një vajzë, doja t'ju thoja që mos hipni në makinë me njerëz të panjohur. Ju përshëndesim. Ándale.